Podcast është vetëm për të rritur. O ka turbe dhe çfarë bën? Këndon Laj Laj Kryqëzirosa. Laj Kryqëzirosa. O babi. Ska cica. Vete I bëjë të funit. Ka gjeli. Po, e banale. Sa e ka demi do? Dhe në fakt e ka shumë gjatë në pëndritën, po, sa krau. Se ka si gomori. Se ka shumë gjatë, se ka. E ka më gjatë se gomori, por ka të hollë. Çka ti bëj burrit që tradhton që 5 vjet me grua të martume? Që ka tjetër kjo banesë. Ajo është idiot. Ka 5 vjet burri që tradhton me grua të martume. Burri që është I martuar tradhton me një grua tjetër të martuar. Katër krijoi podcastin ton. 3 ditët e tjera u mbyllën në një dhomë. Të dashur dëgjues, ju lutem na ndiqni në platformën tuaj të preferuar të podcastit si Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, por edhe në Instagram dhe YouTube. Ndoshta një ditë edhe në Pornhub. Nëse ju pëlqejmë, ju lutem shpërndani podcastin ton sepse mbështetja juaj mundson episodin e radhës. Gracias. Ale Lucifer. Si bashkojnë punët e profet. Profeti mirë punet bashkojnë. Si për ju që nuk e dini ne po regjistrojmë është fundi I vitit. Është dimni I vitit. I fundit I vitit. I 1945. Sa është viti 2025, fundi I vitit. Imagjino. Do të ti dëgjosh të jetë. Po, imagjino është verë, ai është plazh me shqiptar. 150 për. Mendoj. Mamën e di si ka qenë kohë, imagjino, kur janë ca podcaste të lezetshme, po. Janë ditë shumë ai thoni. Unë gjë ato podcastet retro atëherë që. Po, vetëm ato. Po. Që lum zgjema ajo batuta. Vera, imagjino dimrin e besës. Ndërkohë ai plako është duke bërë pushime në Mars. E kupton? Po, ai duqi marsiane. Unë rritë që trapin këtu plako me probleme. Por vetë diti si bëhet rakia? Me të pyet. Rakia fermentone dhe rushin. Kam pirë raki plako më zolle një. Imi mo, e kupton. Qa thumë, edhe më kanë sillë raki tani. Po, se kam prek fare, po, prek vetëm një çik. Të qapi viski ti? Viski me Coca-Cola. Po. Veçën se era lap. Si për herë plako ke Kosovarët që ma bisin gjithmonë më shumë. Ishte një reklam ke Big Bag e Big Kosova. E bëri dini tani tha shkoni ke dhoma surprizave se keni rroba nga menswear. Tash menswear Kosova kishe. Po. Edhe për femra. Që no lago, që atë ka fillu lago biznesin vetëm për burra për çuna. Është edhe women's wear tani. Jo menswear është, po ka dhe për femra. Po, ajo është, po ajo. Pastaj në një moment menswear do ketë vetëm për femra, se s'ka furnizim për veç. Po, një moment do ketë delivery ushqime gjona kjo. Çfarë shkoj me ja se ashtu rritet më biznesi, e di ti. Avash me ç'a kërkon ajo, ç'a kërkon koha. Po, ç'a kërkon tregini. I ftuar Milaim Zeka. Pyetet të zgjedh midis Blendi Fevziut dhe Grida Dumës. Kë mendon ti që do të zgjedh? Grida në burrë, është. Vërtet? Okej. Ai des për pjell. Kalojmë te dyshja e fundit, Grida Duma apo Blendi Fevziu? Unë për vetën time nuk njoh moderator ma mashtrues, ma falc, ma hajdut se Blendi Fevziu. Edhe këtë ta them publikisht, ai ka bërë një emision në opinion, 2 emisione, me 4 orë xhirime të mia të luftës, dhe nuk ma ka përmend fare emrin. Aha. Dhe pas ka personal. Ma bëhet djetra. Nuk çiko, Fevziu për sa kohë plako mahet rria duke opinioni është më nuk e shoh dot duke promovuar plazhe gjëra, ëh, sikur si shkon. Po biznese, po ku promovon biznese shumë që shkon bëhen langaraq fare, vetë keni biznes në, ku diun. Jemi në Vjen, ky është restoranti më I mirë në Vjen që ka një shqiptar. Na thuaj sa veta han këtu në ditë? Ai shu han 2000 veta në ditë. Sa është pjata minimale këtu? 100 euro. Pra 100 euro, 2000 veta në ditë, pra ti ha 2000, 20000 euro, ëh? Si 20000 euro dita.
Pjata minimale. Ja? Po pjata më e shtrenjtë sa ashtu 400 euro. 400 euro. Flasim me euro. Do tani ta dramatizoj. Flasim me euro? Euro amerikane apo euro zviceriane? Flasim me euro kur ka qenë 1.5 apo flasim me euro tani? Me euro tani. Si e ke? Që ka me euro tani. Me euro tani. Mirë, si ka dhe keq domethënë, okay. Jo, si ka keq, jo, domethënë 20 milion asnjë gjë. Por më tepër që e kam pa plako mbas domethënë të shoqëruar me disa figura që janë çik me pikpyetje për shembull, disa njerëz plako. Po çfarë bësh tani? Ku dëgjon? Ato figura janë. Jo, e di, po prap si do që tjetër obi. Live ato keme. Po çka ka për zgjidhur. Është bërë si Arian Konomi doli me baltë, ma me në video të Arian Konomi. Kjo është balta më e mirë, bap ja mori kë. Ja mori biznesin mos, ai kishte punë Arian Konomi, la pa punë. Çfarë thua? Po, drejt. Nejse. I mori baltën. Mu më çudit për shembull ai grupi atyre investitorëve të Dubait, atyre real estate-ave të Dubait që kanë nxjerrë dhe Fevziu. Tamam? Atë me flokë gjata dhe atë gjithë rumullak, po, i kanë nxjerrë ata ai shok të ngushtë mirë. I kanë nxjerrë sepse ata dolën atëherë që shitën shtëpi Kanye Westit. Kanye West jeton në Dubai dhe nëse digën. Nice. E di Kanye West që ka shitur shtëpi këta çuna? Jo, se di. Ka shitur ka bler, dëgjoj. Nice, porta e këtyre është ajo që doli para një video këtyre dhe po bëjnë një seminar të fuqishëm real estate në Prishtinë. Tash këto plagë shesi miliona euro prona në Dubai dhe ku dëgjon ai tha që ka 20 milionë euro domethënë pasuri dhe ku vjen puna plako ai shkon në vendin më të varfër në Europë për gjetë blerës. Tash si funksionon ky muhabet? Nuk rrinë vend thua, nuk rrinë sfidë personale do shkoj në më të varfër do blej sa më shumë. Dua të pasuroj gjithë kosovarët. Dua të pasuroj Prishtinën. Ky është misioni im serrave. Po. Më e keq se tash ka edhe mendje të qetë, si po ne hodhi që thon. Ky është ai dota apo jo? Jo, nuk them që është ai dota, je shumë në Europë. E kam fjalën që ai mund të shkojë më mirë në Zvicër, mund të shkojë në Gjermani, mund të shkojë në Angli ku ka njerëz të pasur që të shkojë në Angli me Zvicër. Nëse. Nuk e di. Nëse. Do thua që zgjodhi vendin me njerëz shumë që ka shumë para dhe shumë përpara në kohë. Gjashtë nga që shumë shqiptarë jetojnë në diaspora, ata në fakt janë duke folë me zvicerian aty me gjerman. E kupton? Mase kanë ardhur gjithë por mase i kanë bërë gjeratish, i kanë lënë kohë 1 muaj ose 2 muaj gjithë atyre që jetojnë jashtë. Po. Kthehen, edhe ku edhe ta afërmit me atë kreativ më. Si edhe në rrobë atyre. Po, me ta rastë. Në lek në gjë. Nëse, i bëhet një pyetje një hoxhës, një hoxhe. Një pyetje plago që çuditërisht ka një histori të hidhur. Çka ti bëj burrit që tradhton që 5 vjet me grua të martume? Që ka tjetër kjo banesa. Ajo është idiot. Ka 5 vjet burri që tradhton me grua të martume. Domethënë burri që është i martuar tradhton me një grua tjetër të martuar. Burri i kësaj që është i martuar me këtë, i tradhton atë me një grua tjetër të martuar me dikë tjetër. Do të thonë familja po shkëndrohen, jo një. Mos tradhton burri me grua të martuar që ai ka të dyja gratë vetë, ajo thon. Po edhe ajo grua e martuar. Nëse vogël është stratizës, nuk janë ndjekësit e këtij hoxhës që një ran. Mos e kuptojnë këtë. Kjo është shkujt me ke korridori e rregullat. Ai është një idiot të hoxha, djoj. Burr. Ai nuk është burr, por është thjesht një mashkull që i ngjan çanet, i cili shkon me gratë të martuara, gratë huaja. Ti ke pasi shkojnë qet me gratë martuara, ke parë? Shkojnë gjithkohë, kanë qef me shku vetëm me gratë martuara. Kam pa ca qenë që i tregoj, i ishe unazën, i qeni tjetër, femër, nuk e qitej. E do të me unazë. Pas dhe një intervistë me një qenë plak aty kësa hati, e tha i dhe si... Po, i tha që preferencë është keni dhe femërat e dhe tha ham gratë martuara. Po, drejt, ham gratë vetëm martuara. Martuara. Po në gjë tjetër më të thush ham gratë martuara. E kishtë nda me plagë do dhe i këtë martume do dhe në të moment. Po, dëgjoj. Qenë. Edhe bëhat idiot. Nëse ka nevoj, le të martohet që shika hije. E mos bën idiot le që të kësaj natyre. Pastaj ti çka më bën?
E drejta jote është ti çka më bën, nuk duhet të mësoj unë bën këtë bën atë. Po çka ka po të pyesu pra. Po ky do ta mësoj, ky nuk është baba Drejta vetë. jote është e drejta jote është ç'a më bë. Si mund të thosh ti e drejta jote është ç'a më bë. Tash si mund të vi baba të tregoj ti tani pra. Ai mund të thotë që ke të drejtë bërë ç'a duash, po i thotë e drejta jote është ç'a më bë. Ç'a më bë, ç'a më bë. Bën fjalia sens e drejta jote është ç'a më bë. Nuk e di, nuk bën sens. Ai mund të thotë shumë gjëra. Bëj çka dush ose e drejta jote është bërë çka dush, po i thotë e drejta jote është ç'a më bë. Unë nuk e di, po a ka mundësi plako të marrë një abetare në Kosovë ta lexoj. Do të shoh për shembull, po si jo më se un kam pa me thon drejtën kam vdek fare me çe. Si ka gruaja që hyni tani shkurtë e kishte ajo? Që hyni Big Brother? Tu fol kështu si shqiptare Shqipëria plako me dialekt Shqipëria kam vdek plako, çaj imitimi perfekt. E ka qa fare me Në vërtet, ja, shkurtë, pëlqeu shkurtë. O plako, ishte lotë burr. Domthon ajo kuptonte çdo gjë dhe domthon mund ta thosh se çdo gjë, ti nuk e merr vesh nga ishte plak, me shtëpi. Ishte lotë. Jo, shumë e çuditshme. Gëzime shkurtë të duam. Ajo ça vite trajnimi do ajo. Po më pëlqen dhe ai plako, kur flet Edi. Edi po Edi. Edi duke se ose po di plak. Me vizër. Edi do të tregoj që ka testosteron të lartë, e kupton ti. Po nice. E hoqën atë plako, morë vesh hoqën atë Shkodrani që ka podcast. Ai po Shkodrani ka podcast, doli foli për historinë. Jo, doli për historinë e tij plako. Unë është e çuditshme ta para 4 vjet kam qenë në Burg, tani jam këtu. Domethënë Melodi. Ne jemi shoqëri plako që të burgosurve, ndryshe nga shoqëritë perëndimore, japim një shans të dytë, i bëjmë video. Imagjino ky ka podcast me njerëz të nderuar. Është shprehje, të mbyllet i derë më e madhe. Po, normal. Ai vështirë çfarë do të them? Po, jo. E bukur atë plako është që ky hyri aty dhe tha, un para 4 vitesh ta siç edhe di ka gjë në Burg, shikoj jam sot, edhe imagjino ku ndiem pas 4 vite. Imagjino si për llogarit ky. Po, mund të jem në spital. Nuk e di. Mund të jetë shumë lart, domethënë isha nën tokë, se themi Burgu është i tashëm. Mbledh edhe dini, nuk e di e ka humbur fare logjikën e thatë. Po edhe ky një lloj Burgu është, që do të tipit 4 muaj apo jo. Po, normal ti dish me servisi nga gjithë. Njësoj, vetëm se këtu nuk qihesh mbyllë, kupton? Tu s'qihesh mbyll, po, drejt. Nëse me dash po kjo është gjë më dasha keqe që i ka dalë burgosëve, që qihen mbyll. Tani, plako, i kthehemi astrologjisë. Gaforja e mërzitur akrepi kujdes nga femrat hakmarrëse. Shohim parashikimi javor. Ju lutem gjithë ju. Gaforja ka një karakter të fortë, një intuit fort, duhet t'japi kuraj vetes, duhet t'japi forcë vetes. Duhet t'japi kuraj vetes, duhet t'japi forcë vetes. Merkuri forca rëndes psiqike, psikologjike po do manifestoj. Gjatë muajit dhjetor do ketë manifestime. Fitime 0. Do ketë edhe një ngritje ekonomike, do bëj udhëtime të gjata, një largim nga vendbanimi. Mund të jetë udhëtim qefi, mund të jetë edhe udhëtim pune, ose mund i link shunar, mund të jetë udhëtim qefi, mund të jetë pune, mund të jetë udhëtim shëndeti, mund të jetë udhëtim. Po një udhëtim, nuk ka rëndësi që udhëtimi qeka, okay. Gjithë bëjmë udhëtime, po ta mendoj që. Po, drejt. Për shembull isha në punë, po të bëj një udhëtim. Dashuria. Vendbanim mund të shkojë vend tjetër. Duhet t'i japi drejtim vetës tyre, duhet të kenë kujdes se dikush mund t'y në mendimet e tyre dhe mund t'i lexoj mendimet e tyre që mund t'i japi një energji negative. Dikush mund t'hy në mendimet e tyre dhe të lexoj mendimet e tyre dhe t'i japi një energji negative. Çfarë është kjo? Ha? Si mund t'hy tjetër të lexoj mendimet e tua? Si i le mendimet sheshit? Siç mund të futesh ke bytha dikujt plak, mund të futesh edhe ke mendimet, mund të futesh edhe ke kokë. Po, drejt. Ti je si kar. M'fal, ti e di që se më se di. Koka ka më shumë vrimë se sa bytha. Po, drejt. Ishin kumria. Kështu që kur futet ajo ke bytha, imagjino çfarë futet ke koka. Shumë kollaj plak ti dalësh, ti marrësh mendimet i futesh. Te bytha dikujt, po që s'kuptoj fare ti. Apo si është kjo? Shumë vërtet, manifestoj. Dëgjojmë. Po partneritet që do jenë këta. Duhet të kenë kujdes.
Në qoftë se një gafore ka të bëjë me pronat, do të bëhet një problem i madh dhe do ketë një ngritje ekonomike financiare gaforia. Dikush ka hyrë në me Gafore ka hap letra tavoline. Gafore do ketë një rritje financiare, po do ketë një problem me pronat, po do ketë një rritje financiare. Do fitoj, nëse. Aha. Po, e vërtet. mendimet e tyre, ka lexuar mendimet e tyre dhe mund të ketë qenë një person xheloz akmar, ose të flasim gjuhën e tarotit. Dikush ka hyrë në mendimet e tyre, ka lexuar mendimet e tyre dhe mund të ketë qenë një femër akmar si gjë karrotit është gjë më të mirë nga gjuhët. E periudhave që bëjnë mirë. Po, karrotat janë për syt thon, çan karrotat. Po, që shef lart deri në 200 metra. Po, drejt sniper atë hanë gjithmonë karrota nëse ke vënë ai kanë dhëmë si lepur. Po. Për fond xhelozi, akmari është hera e disa që akrepit I bie kjo femër akmar. Sobra, gjithmonë keni kujdes. Edhe mua më ka rënë femër akmar, gjë kështu s'ka ga dal dot. Siga. Edhe mu femër motorshira akmarse. Kunata le themi. Le themi as le themi, as nuk shiko. Unë kunat kam po s'po e them emrin. Atë mëshme. Nice. Kam për karrotin? Jo. Po për vetë ku isha në plazh pash tani vonë. Ku isha në plazh ti? Ishte djem plazh? Tani vonë. Po. Nuk do ta them vendin koll. Pash duke bregu. Pash duke bregu ca kandila që po merrshin territor nga forrave. Edhe tani bën sens kjo që thua ti. Përse e tha që do keni kujdes. Keni kujdes, do të jeni shumë territorial nga forra. Po, nga forra territorial. Po, drejt. Le që gërmonin ose dia, gërmonin deri 4 centim. 4 centim, ha? Çfarë thonë? Do. Diti që 4 centim është madhësia normale I penisi? Da, është. Ku nga Kina? Jo, madhësia normale që lejohet për të lënë ti kështat zanë, thonë. 4.6. 4.6. Nëse. Jemi rregull. Flasim për informacione për njerëz o për qend. Imagjinoj që ka një jetar qef qend. Jetësia mesatar jetar qend. Jetar qef qend. Nëse. Dëgjoj, iku gafore, nëse. Ai ka një tjetër, tjetër është dashi ngritje ekonomike demi shmangni debatet. Më fol pak për linjatën. Duhet të shmangish debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve një konkurrencë, po përsëri ka një pozicion të mirë. Mund të kenë pak pengesa gjatë muajit dhjetor, por do dalin të fituar. Një diplomë master që do marrin në punën e tyre do ka arritur sukses, por duhet të kenë kujdes me shoqëritë misit fallso. Shikojnë drejt horizontit të largët, nëse kanë bërë çështje ligjore, duhet të konsultojnë mirë me një avokat. Mund të ketë bëjnë me avokat, me këngëtar, me piktor, me Mund të kenë bëjnë me avokat, me këngëtar, me piktor. Mund të kenë bëjnë me avokat, duhet hanë salat, karrotat, kështu flasin, thonë. Fap. Po kjo po fletë që si për letëzonë, më që ditë fare, më duhet si për letëzonë. Duhet si ka vën kasetën aty për vedo. Edhe të marroja kasetën. Më më tregoj që I për, le të themi Ujorin. Ujori, le të themi që ka për të pasur, ka për të larë gjitha borxhet që ka. Shumë shpejt. Ujori para do ketë ujë këtë muaj. Le themi. Kështu si bëj. Ka marrë ujë. Po. Kujdes faturat e ujit, po t'jen faturat gjithë. Edhe po të parë. Po të shkëngëve se do dashuri deri në ngrohtë me një po ti kur është marrëdhënieve dhe jo të shohësh larg. Ikim dhe Ujorin. Po çoj tjetër më s'ka problem fore. Ka tjetër. Punë më dia. Një këngëtar plako nga Se nuk u bëm në astrolog ne apo. Në astrolog? Si u bën në astrolog? Në astrolog. Da shkolla e mohabet apo? Unë jam kurioz për shembull do thonin ty nesër, aty më vërtet do kishe si më thënë këtë manin për të bjellë njerëzit dhe për të mush menjen që të vinë të lexojnë dorën nga ty se ky është përfitimi I vërtet që nga ata. Po, imagjino tani ke Rudina Magjistari ti profet. Edhe thot të vi tani në studio astrologu I njohur Profeti Pulla, Profet Pulla, se kështu e ka ai. Jorgo Pulla. Profet Pulla. Tani na trego pak për si ka lërë rutina si keni qenë, jam shumë I nderuar që jam studion tuaj, dhe që më zotsuat me Merisheon. Me Merisheon, unë si kam cicat e ndjerme, unë I kam cicat e mulume, si që shef. Kështu të kesh problem. Po, shumë bukur.
Shumë bukur. Tani jemi këtu në studio, a mund të tregosh pak se kush është shenja më me fat në këtë muaj ose në këtë vit të ri 2026 që do vjen? Shenja më me fat është Hankreti. Hankreti. Kush është ky? Hankreti, ai që Hankreti. ai që vdes për të hongër krepa. Hankrepi. Hankrepi. Këto janë shenja të sajuara apo janë shenja të vërteta? Sajuara duhet. Nuk janë sajuara. Janë shenjat reale apo shenjat që ke shpik nga minë jote? Hankrepi. Jo, është hankrepi dhe ka folja më të mira. Të shenjat e mia, shenjat e vërteta, në këto bazohen shenjat që sot njihen nga gjithë bota. To janë shenjat e para origjinale. Po origjinale. Pse i thon Bricjapi? Pse si thoshin thjesht shumë Cjapi? Se i thon Bricjapi. Ka Cjapa Bri? Apo ska? Mos ska. Jo, po ska. Po pse do i thon Bricjapi? Po thjesht Cjap. Ne vajçaj ka shumë. Po pula ska cica për vetë? Pula? Ska. Ska cica. Vetë i bëhet funit ka gjeli. Po, me janë banale. Sa e ka Demi për këto? Demi fakt e ka shumë gjatë, në të drejtën, po, sa krau. Se ka si Gomori. Se ka shumë gjatë, se ka. E ka më gjatë se Gomori, por ka të hollë. Kurse... Ka si shtiz. Po, për shumë, kur I ri ngre profesionime vesh në këto gjona, se ti kaloj ato 4 muajt e verës në fshat. Jo, në momentin që I ngreve, I ri për sipër, siç I ri njeriu, apo ri për poshtë fare? Po tash Demi nuk është se ligji fizike. Le të themi që Demi dhe kafshët e tjera plaku janë me 4 këmbë dhe do të rrinë kështu barku drejtohet nga toka, kështu që në momentin që është më I ngrev është shunjit me barkun. Kështu që mendoni vetë. Okay. Faleminderit. Rafsh me barkun është duke luftuar astrolog Profet Pulla na dha informacione të lezetshme që ne nuk I dimë sa kuriozitete. Imagjino. Na tregoj se si e bën byrekun, faqe jote plak. Ka gjitha. Është nuk e di unë se çfarë do të bëj me jetën time. I ka gjitha, nëse tani një këngëtare plako dasmash tregon kush hedh më shumë lek, Veriu apo Jugu? Na tregoje Koti, si mendon? Më duket se e ke bë plako, është ai që a kemi bën një apo është tjetër? Është ai që bënte elozhe dietave që normal gjë, edhe Jugu, po edhe Veriu. Po, edhe Jugu dhe Veriu normal, po kush është më shumë? Jo, ai ka qenë Samiu. Është tjetër kjo. Tjetër, okay. Diku ka qenë kjo ideja që Shqipëria mesme hedh më shumë lek se Veriu hedh më shumë lek. Ka ndrua, ka shkuar Veriu. Veriu hedh më shumë lek. Jugu është kofere. Çana I bëri Jugu. Ja, po tani të flasim realitetin. Jugu janë shumë shiko, unë mendoj që Jugu nuk e ka pas kur në kulturë këtë pjesën e hedhjes kështu. Kurse Veriu e ka, se duhet të bin çik si çuna. Ti nga Jugu vetë apo? Unë jam nga Vlora. Po. Pra, domethënë, nuk e di, unë që jam çik nga Jugu plako më bëri çik krenar kjo gjëja, sepse tregon që siç kam thënë në story. Jo, tregon që pallat e karit po ulen Jug. Me sa duket, përderisa ka më pak njerëz që hedhin lek në atë formë. Si mendon ti? Jo, mendoj për vetë që s'ka ne gjë, është gëzim. Në çdo gëzim plagë më duhet të lek për çevin ta dhave. Ja, bësi. S'ka ne gjë të keqe, për vetë që të gjithë lek në xhepet ta udhësh. Ti udhësh 10.000 euro orkestrës. Për shembull, në ju kam qenë në i dasëm plagë për shembull dhe më kanë thonë që dëgjoj lekët I merr orkestra, kështu që gjithë robët e jepshin lekët në dhëndrit me stil. Do të thënë, do të bësh gjë më logjike, ti s'mund të hedhësh tani 3.000 euro dhe I merr orkestra, kur ti ke ardhur të dasma kushërit dhe do të japësh kushërit. Ti tani me logjik plagë mund të hedhësh 100 euro, po I thu 2.900 euro do jap kushërit, urdhë, kështu dhe ç'a të bëj apo jo? Po plagë, si mos e dëgjoj këto tipa që vinë të dasma dhe thonë, shikoj se lekët I merr orkestra. Janë ato që duan të keqen çiftit të plagët, nuk duan që të dalin. Ose që s'duan me u lej lek vete, kupton? E shikoj se lekët I merr orkestra, po thonë si vlen apo nuk e di. Do të lek. Si të duket kjo ideja e hedhjes së lekë. Para ishte kështu si kultura arabe, kupton, andaj e shef shumë shpesh.
Sikur kena huazuar nga këto. Njerëz Njerëz të civilizuar nga Arabia. Ne jemi në përvetë që njerëzit janë të lirë bën çfarë duan, po sikur çdo gjë do të ketë mas, sens mase. Po se pati pastaj duket i parikar. Që po të shkosh ti për qemin tat plako dhe të vjen në vërtet nga zemra, pa që nevoja fare të bazohesh ke kultura ti, të ullesh në një lek sepse po gëzon për atë tipin, edhe për orkestër, nuk ka rëndësi. Se ata shkëtet njerëz janë apo. Po, një sekond, një sekond. Më falë që të ndërpreva si shko. S'ka gjë më për, ti s'përdoj në gjë, vjen nga zemra e vëd lekun edhe kaq, aty ngiret, maron. Po e kuptoj, po. Si duket, po mirë, si duket si ide si kulturë, kjo gjë. A plaka, dasma në vetë, më duket. E kuptoj që është vërë korin, s'ka problem, po. Dasma. Por pastaj mendoj për veten që se ti bën. O plak ti, ke qenë një dasëm që më të huajsh perëndimor që nuk hedhin. Jo, s'kam qenë, jo, nuk kam qenë. Unë që kam qenë, plako mund të them që nuk është se janë shumë të bukura plak, nuk është se ajo nuk kam qenë. Lekut. Edhe lekut kanë një shumë të madhe para dhe nuk është se jep një vlerë asaj, madje më shumë e sikletshme. E kupton? Që s'ka pse, për shembull, gjë më e shpifur vjen dikush aty hedh sa lek te nuk sikur dhëndri me nusën aty plak janë kështu domun një pornostare dhe ti vetë tani edhe i hedh atë spermën, e kupton ti, ja derdh aty pa liron atë dhe gjithë do trokasin e ti ikën vjet tjetri, pastaj Po, çfarë krasimi. Shumë alergji këtë ditë, nuk e di. Perfekte. Lironë dhe. Nuk e di, ishte shumë e shpifur. Ndërkohë që ka dasma që se kanë këtë gjë si proces, japin një zarf që e fut në fillim ke një kuti, edhe aty jep sa lek dush edhe kaq, edhe mbyllet aty. Nëse di njeri sa lek e dhon, nuk di njeri që ti po hapësh bythësh, se duhet aty është dhe hapje bythësh, domethënë tamam për të duk. Është tamam një gjë e shpifur, e provinciale, e prapa mbetur plako, e rove që duken që kanë lek me demek, e kupton? Po. Edhe filani hodhi 5000 euro plak. Po perfekto, dhe kemi thënë për 100 herë që këto mateshin më përpara me fletore me laps. Shënojnë ti sa ka u filani, sa ka u fistegu, edhe qokat e vdekjes gjithashtu. Kështu që to që ngelen qoka mos më pëlqen fare. Nuk du të ati fare, që se unë e bëj nuk du të vish nesër të japësh, ora nuk du fare se nuk du të bëj, si që të jap, edhe nuk do kemë as dasëm për të me kësim mrapsh. Drejt. Njeni radhe, por njeni radhe më ngeni rrujt kare. Edhe ti si martua, pse s'bo dasëm ti? Jo. Po perfetto, pash një sken shumë raskapitse ke BBVK-ja që nuk e di, kam qesh me lot, kisha kova që është shumë. E fillova kot tash, për shkak BBVK-n dhe Ygerte Sako hapi zemrën për tregonte histori bullizimi gosës vet, ku dëgjoj, kishte dashur me Preda Mar. Dëgjove, po. Në moment Labinoti është njëri që ka bë buzë operacion. Po, që është një më i miri në not dhe është nga Vlora, është nga Vlora, po. Noti më i mirë nga Vlora. Po. Filloi të qaj më të madhe tash plako se i ndjeshëm se duket që i ka bëgjeq, po jo, e po qante për historinë e vetë, se do të tregoj historinë time. Edhe tha si çdo familje shqiptare tha, unë kam një motor edhe si vllai për motrën. Unë tha do doja shumë që motra ime të merrte një shqiptar tha. Edhe po qante me oj. Edhe motra ime mori i afrikan. Ishte me lotë. Po. Edhe si që ishte me lotë, më kujtohet gjithë po kujtohen se po qante për Gerdën, po kujtoj historinë e vetë që s'kishte lidhje. Edhe afrikani nga Kongo. Nuk e di pse blago, po kam qeshaj shumë me qivaro. Edhe po histori më blago afrikani nga Kongo. Po ky vetë tregonte shumë 5 vjeta si fola motrës se mori afrikani nga Kongo. Edhe tani po se tani kishte thënë me që se ta paska dash zemra. Edhe ta paska majt pjelli. Allah të qoftë të motra ime, po nesër, perë, si sëri shumë. Po si do reaguje ti për shumë përvedo, që ose njeri shumë i afërt i zemrës tënde, i seksit femër, po mendoja, do vi një ditë dhe do thot do qaja me lot. Ja ku jam me afrikanin nga Kongo. Para herë ço në Kongo kur flet me mua. Ku kam dëgjuar të Kongo, pastaj ti thua, e di ti nga ka origjinën King Kongu, që mund të tregoja hartën dhe të thojë më gjithë që ku është Kongo në hartë si fillim. Ajo s'do ja babi këtu është Kongo.
Kurse këtu ka shtëpinë te ky fshati që shikon këtu, që ka nga fshati. Nga fshati Kongo. Nuk ka në qytet, nuk ka qytet e Kongo, babi. Ka vetëm fshatra. Sa është gjatësia mesatare? Atje e kretush, me një tjetër duke qaj. Sa është gjatësia mesatare e kare në Kongo? 24. I nga dhe i shka kërgjën babi. Ama e qira rao dhe bërë. Di Plago, para herë, Nese. gjë më fatkeqe do Situata trishte. ishte fakti Plago që statistikisht meshkujt e zi Plago nuk rrinë verdall, shkojnë blen qumësht. Kështu që kjo do ishte gjë e parë që do e marrësh vetë të fëmijën, je gati të jesh një nën single si fillim. Jo ta dish se kur të ndodhi, që do ndodhi shumë shpejt. Jo ka ndodhur babi. Jo me barr ai iku. Ai ka ik. Ku ka ik? Me marr qumësh da. Ka marrë qumësht tua dhe vjen. Kur vjen, ë? Vjen tani, sa kohë që ka ik. Në Strababus. Po ti nga e dje, babi, nga e dje ti. Edhe ti ke qenë i martuar me një kongoles. Të vam parashikimin se Nostrababus. Pra Nostrababus, po edhe unë kam qenë i martuar me një kongoles që i them unë. Ashtu e di dhe unë. Nejse, nuk e di, Plago, nuk e di. E kam thënë mendimin tim çfarë mendoj për lidhjet interraciale dhe për martesat interraciale. Kështu që Nejse, unë di që do bëja. Jo, si 5 vite jes kisha për t'i folë. Sigur. Se më të është në i regulli pa shkruar pa ishin vjen një siktivisht me 5 viteve bu s'ke për të bëha. Mas për vite shplasin që se i deri për dog. Nuk e di që se vine i dolce. Plago, nuk e di pëse po. Personin që më ka përvëzë me qesh këtë kohë, se ka qenë qikotë si të lodhshme për mo. Se më drejtë, një më raskashit. Që ke po, me që e marrë këtë kohë? Po që duhet e për vetë pandemi e gjë. Por, mendoj që ka qenë vetëm Edi. Edhe them që nuk është se ka në një moment saktuar një jetës time që Edi nuk do në mbëndë me qeshur. Edi, që me dimi ki, o gjiri ju du. Love. E të vërë si jozi. Nisë me e ka. Nëse, kam parë dhe folur me Zotin. Njëra e ftuar. Nuk e di, ke vënë Plago që në televizionin shqiptar, Plago. Do të thënë Zoti nuk flet me askënd, po në televizionin shqiptar në Shqipëri ka 10-20 veta që ka bëu muhabet Zoti easy fare, mjes. Kurioz jam Plago se Zoti shfaqet në mënyra ndryshme. Po, është të zgjedh njerëzit me inteligjencë më të lartë dhe vetëm ata që i bën gati për televizion. Ti përveç se ke folur me Zotin, do bësh dhe i famshëm nesër. Se ke folur me mua. Rafimi i befasuesi Matilda Ndout shkoi 4 vjeç në kishën e Laçit të paralizuar dhe u kthye në këmbë. Në Kongo. Për shpellën e Shëmblashit. Dhe kur futesh në shpellë, është një vend që futesh poshtë. Tani nuk është më se e kanë mbyllur si vend. Shumë mrekullira. Kemi zëpik poshtë. Po pra tamam, bëte shumë mrekullira si vend, edhe pasi unë hoqa karrocën, lash karrocën ke dera nuk futet për njeri. Ka gjetë aty për të gjellë i mirë. Karroca. Fakt kjo ashu eci, plakon, që aty ishte errësirë, ishte shpellë, kjo ngeci karroca ke dera dhe thjesht kishte frikë dhe u çu në kombë dhe iku. Ka mundësi të dëgjojmë mrekullinë e radhës, mos e jep shumë kohë, lutem. Burr të vjetër aty. Dhe tha që ti ke qëndruar për një kohë shumë gjatë, ke vendosur duart këtu dhe imitoje zotrin që ishte përballë teje. Dhe duke u lutur edhe gati ishit të dy njësoj që po rrinit në të njëjtin pozicion, në të njëjtin vend shumë me këtë duart në faqe. Dhe kam shumë emocion. Mos e prit mendin, kemi kohën e gjithë botës. Kish emocion apo s'po më vjen mirë? Po, jo, kam shumë emocion. Mos e prit mendin fare se ky televizion kombëtar ka kohën e gjithë botës, mund të arrim deri 4-5 mazitës. Po. Mos e rrini, merr me Terezi. Po, me kohën tane. Mos u ndje fare me planuar. Merre me qetësi. Ka kaluar 21 vjet. Dhe ka kaluar 21 vjet nga ai moment. Pas ka kaluar 21 vit. Shumë jam. Ma ka menci djeve thoj. Hajde, pas ka të përshliqen një histori, po. Vazhdo? Mami që të ngrihemi, që të ikim, po nuk jam përgjigjur mamit, dhe zotëria ka thënë që rrini derisa vajza të kërkoj vetë për dalë. Dhe thënë mami thjesht rastësisht, i ngritur, tha, dhe ke thënë mami hajde ikim. Po kur të kam pa, jam çudit, tha, në drejtën se
thjesht jam ngritur kështu. Me the drejtë, jam çudit se ti ishe në karrotë. Mami, me qëtime të madhe. O çudita se ti nga karrotë si e fillova duke atë. Që në karrotë si supermarketi. Po. Apo me rrota. Me rrota, se jo. Rrota. Shumë kam vetë. Edhe kemi dalë pastaj. Kemi bërë ritualin tjetër që kemi shkuar tek shpella, është një shpellë Do thënë kjo u çua plago. Dhe po heste, dhe këta nuk u morën me mrekullim, po shkuan bën ritualin tjetër. Do nuk është se u çuditën van fakti që ka gjithë jetën gotë që secën. Jo, nuk është çuditë fare, se ajo ishte çuditë disa herë tjera. Po, pastaj 4 vjeç plago. Po s'kishte ne kurrë shumë këmbë. Po 4 vjeç që pastaj thjesht është një rob i vonuar në ecje. Po, si që ishte Luiz Edhi që deri 4 vjeç asnjë tingull, asnjë gjava. Deri 4 vjeç kjo asnjë hap. Po, drejt. Pastaj plago është maratonomake më e madhe në histori. Çuditërisht erdhi plagu im një ditë unë të shtëpia ime plagu dhe më thamu edhe profeti tha ku ka qenë i vogël tha, s'ka folta deri edhe aty shkojmë ke Luiz Edhi, thashun që kam se Luiz Edhi plak. Plak s'kisha fol deri ku di qen 3 vjeç, diçka e tillë, 4 vjeç. Çfarë thonë? Asi tingull fare? Si s'kam fol fare, shkoj tani fare. Fare me që kishte një top leçi në gojë. Çfarë thonë? Po çfarë bëja? Ku dëgjoj zëri as fio ka. Kur vija unë që në gjumë që thonë. Ciu. Atë rrugës që shkon në Kish, shpella e Shënkollit, aty ngjitesh nuk ka shkallë, aty ngjitesh me duar dhe me këmbë. Kacavir. Më kanë mbajtur normalisht në krah, se nuk kam esur vetë. Kacavir. E shpella piratëve zotëri, ose nga 3 gjonat. Kacavirësh. Në atë rast, kur futesh brenda në shpellë, në krah të djathtë, është një grop e vogël, jam futur aty. Tani quhet pika G. Pika G e shpellës. Ose gropa e vogël, G-ja e vogël. Aty futesh edhe lëviz kokën përsipër. Kështu. Lëviz gjithë trupin, po do japesh çik me bel. Kështu si ta them, si një gjarpër që po përdritet aty në tokë. Jam i qartë? Do të thënë po kacavirësh në tokë. Pak e shumë. Ma është sa mbaj mendun, tani në të moment mbaj vetëm një dritë të bardhë. Ndërsa mami, kur kemi dalë, kam thënë që mami kam pa Jezu Krishtin, kam thënë mami. Kjo mami vetëm dritë e bardhë, po mami ti tha kam pa Jezu Krishtin. Pa ka gëju mamin. Po si ishte të keqë mami që deri këtu e lodhën nga puna e shkërdhime komplet. Po si ishte të keqë mami, ishte një dritë e bardhë, me mjekër të bardhë. Po si baba gjyshi? Po si baba gjyshi. Ishte shumë i madh. Ai i gëshbit. Ai i gëshbit të lef mami. Edhe ka qenë një veshur me të bardha, ja shpjegoj mamit detajet, por në këtë moment unë nuk e mbaj mend si detaj. Ti s'e mban mend, të është të shuar. Jo, vetëm dritë, mbaj mend dritë, bardhësi, por nuk mbaj mend gjë tjetër. Matilda, e pe vendi komplet të bardh apo pe sikur po binte një dritë? Jo, vetëm bardhësi. Unë kam parë vetëm bardhësi në atë moment. Domethënë, unë kujtoj vetëm bardhësi. Ndërsa mamit i kam shpjeguar, kam pa Jezu Krishtin të veshur. Ju ka qenë 4 vjeç. Ka pa Jezu Krishtin ka keni. Ishte me obinga e kishte vegjinse ka bëj. Çfarë më po me kishte qizë me plakë dërgë gjumi. Inde që kera aqe, se ishte gjë ishte e bardhë, ishte e bë me aqe. Ishte flor, nga qoqave që duke që i ishte vëgjime. Qa dy rinde, dy flinte, a dy qindë dy vitë. Kam shkuar afër, më ka thënë mos shko më kish. I ke dhënë detaj. Mami tha mos shko më kish. Po, mami mos shko më kish, tani ke pa Jezu kish. Mami i ku kisha shqyqyrë. Mami ke pa, mami shko, tani ke pa Jezu kish. Kujton se ka emër kisha. A që kemi konjëgjë e MC Krishës? E Krishës? MC Krisha. E di bëni Krishi. Ke pa Jezu Krishtin apo MC Krishtin? MC Krishtin, mami. Mirë, mami. A që të ikim shpite në rrët e karet.
Ma mi bëjeci. Të cilat më vonë ti nuk i mban mend. Por Jo, gjasat janë nuk më shumë gjëra. 4 vjeç ke qenë domethënë, po gjasat janë që ajo që të tregu mamit ka qenë përshtypja e parë, impresioni i parë, pra ajo që çka Nëse, besoj e kuptuat që ne shqiptarët jemi njerëz të bekuar, besoj. Ka shumë gjëra që nuk i shpjegojnë profeta, kjo është një nga gjërat që nuk i shpjegojnë. Temi drejtën, nuk është që të vijë shkencërisht të them që është e pamundur që ti të shohësh se ke qenë e paralizuar. Unë them që ti mundesh, që se ke një besim të madh. Që se gjen brimat e dura, tash është çështje fati, plako se gjithë. Shumë vërtet. Sa ajo fut në domën e dur, mos ishte fut apo. Jo, ajo sa futet të shpjella piratë dhe Del ai dritë e madhe. Del kapiten Nuncina. Nuncina. Nancimi. Nancina, dega. Ku je Nancim? Gjëm çik hoxhën dhe i art funit. Ama. Kush e thot fjalën La ilaha illallah para se më dhon shpirt, në momentet e fundit të jetës, pra ndahet nga kjo botë për në botën tjetër, duke thonë La ilaha illallah, ky njeri e ka sigur xhenetin. Çfarë do të thotë? Ky s'ka lidhje me asnjë kategori nga ato që kemi përmend. Ky s'ka lidhje me asnjë kategori nga ato që kemi përmend. Ky është kategoria më e lartë, domethënë, Ky është kategoria superiore. Është Premier League. Premier League. Wow. Domethënë plako, është shumë e vështirë ta gjesh pikërisht momentin. Se ti mund ta thuash këtë fjalë, po s'ke vdek. Po s'ke vdek apo. Desmas 4 sekondash. Po, do ta thosh direkt. Pam. La ilaha që ti je sprena, zjesh mirë për shembull thu. Jo, i thu la ilaha, e shef që nuk është se po vdes. La që ato rroba i thu. Po, tamam. Ose Okej, po ti që më thu vetëm laj kët laj atë, ç'të bëjmë më? Po çfarë? Ti la moda e burse, çat laj moda tash. Vetëm të aty. Ne po, jo, mos e kam vdekë akoma. Po, ishte e bukur se ky tipi edhe ka turp, se jam dhe gjithë njerëzit e afërt në zemrës aty. Ke krevati i vdekjes, ashtu quhet, Edhe ka turp plako që ta përmeni si fjalë. Ka dëgjuar Hoxhën, po ka turp dhe çfarë bën? Këndon La ilaha kryqësirosa. La ilaha kryqësirosa. O babi. Edhe të plako që këndon një zërë djetë. La ilaha kryqësirosa. Dhe kina këtë zhurmë gjenë që kohë thotë La ilaha illallah. Po pra, o sa bukur. Që s'kine, edhe ky pasaj strofën e dytë e këndon La ilaha illallah, e thonë kryqësirosa, ato vazhdojnë vetë. Edhe aty përfiton, mendoj që ti ke edhe pa turp. Shumë e vërtet, ai është momenti ideal. Dhe sta njëri thotë, pushoni gjithë se duhet të gjejmë se ti kënon. Pushoni gjithë se do ta kam me kamerë këtë. Vdekin e babit e dua të regjistruar. Do të regjistroj me zërin e tij si vilvil. La ilaha Ti që vdes, më jo tani ti shkon para Zotit. Çfarë? Zoti si ka lënë. Dil. Se ke thonë që la ilaha illallah të Zotit, kështu për Zotin që do thonë la ilaha, ti ke thonë la ilaha kryqësirosa. Jo, Zoti që thot një sekond se kemi një, si thotë Sabiani, kakofoni. Do t'i ulim pak zërat e tjerë. DJ Ledio, uli çik zërat në sfond. Uli çik zërat e tjerë, blakot lutem, le vetëm zërin e Zotrisë. Pra ti po thua, ky që thotë në gjyqë aty, thotë në gjyqë aty. Unë kam thonë, e ka thonë ti? Po, ja të dëgjojmë. Uli çik zonën. Zërin e Sefës, lutem. Vetëm zërin e Sefës. Ledio, dëgjoj. Zërin e Sefës, Ledio. La ilaha kryqësirosa. Dëgjoj, shoqim i pasërti absolute blakët që mund ta ketë tamam hinore. La ilaha Ledio. Uli çik. Thotë ky, a mund të fitoj thotë ky gjysmën e xhenetit me që të kam thonë pak në gjysmën e fjalës la ilaha. Aha. Nuk jemi këtu me bodile, më shkardati vogël. Po, mund ta dëgjoj deri në fund
Bashkë me pjesën tjetër të familjes se më pëlqeka. Në vërtet, me një zoti thot, mos ndalo këngën, jepi? La je këtësirë, ose edhe parti aty plago një harmoni, një lloj ahengu i bukur në të thënë para se la je. Po, edhe rradha plago që është aty ke dera zotit, ke perdja, dëgjon gjithkohës këtë këngën në sfond, se normalisht nuk është se ka një sistem shumë mirë ke parasysh ajo gjë. Po. Andaj edhe dëgjon la je, si do të thon, çfarë ndodh aty, nuk e di. Ishte një pastruesa në plago që po pastrote në xhenet edhe ata dëgjonin la je, ta çfarë ndodh. Çka ka dasëm sot apo çfarë? Po, s'mas është diel thot. Jo. Po. Ti është diel për herë në fakt, është gjithmonë diel besoj, ha? Apo jo, po premte çfarë? Çdo ditë është diel. Çfarë duhet ti është? Edhe premte ti. Po, aty dëgjon atë ti kujton të si ja hodhe, edhe ti fillon kërcen dhe ti vla. La je. Edhe thotë ai mbaron konga, fjalë thotë ai, po ke mbyll tash ke përpaska thon la, bëzqer. Ferr. Më fal, të pyes, po srovën e dy, pse s'e ke këndu? Kollaj, s'kupton fare. Po çeli te ka ose isha çfarë ti ke turp të këndosh edhe të thuash fjalët e mia me zë dhe vënë, zgjodhe këngën? Ha? Këtë po do të thon ti. Zoti që nuk e di vet, megjithëse është gjithë ditën. Jo se se do të thon drejtën, po na që do të krija pak aheng aty në shpërbi, do t'i vdiqja. Vetëm të tregoj sinqert se e vlerësoj sinqeritetin. Po meritor i ke vëllë sinqert. Ferr. Okej, vajta, jo. Nikë. Nëse. Edhe ajo që do të thoja plago. Mora vesh plago që e di si ka qenë më përpara kjo testi shtatzanis për femrat e plago, para se të shpikë testi shtatzanis i sotëm. Çfarë thotë? Si është i sotëm, më trego pak? Që bën shurrën ke ai stil ke një. Okej, po. Edhe shef pastaj le aty plago dhe shef. Di se ka qenë përpara? Merre shurrën e një femre plago që mendoj që është shtatzan dhe siç janë ca kështu bretkosa, edhe i injektoje me shurrën dhe hormoni MCG duket ku dëgjon si quhet hormoni, i bënte bretkosa që gjinin vezë. Mos e në TV. Televizioni, po normal. Se nuk është bërë kot, po normal. Edhe ajo bretkosa plagon ishte vezë. Dhe ti e kuptoi që kjo ishte shtatzan. Po ne marrim bretkosa në lagje, letërin. Po. Domethënë ti nëse dyshoj për shtatëni, dëgjoj tipit më nesh. Shifje vezët aty plak. Jo, dëgjoj bretkosa njerëz se nuk apo dinte apo kollaj nesër nuk e di. Imagjino çfarë test Tanzania. Po si s'kan gjeri test Tanzania plago që s'ka të bëjë për shkakun me një test të vërtet bësh shurrën sipër. Ha, çfarë gjë, bëj çik shurrën këtu, ha, nuk mendon? Po pse nuk është duket shumë e vështirë, të bëj çik shurrën këtu, sigurisht është një problem. Po evolucion duket nga janë, nga bërkosa vezët që bëj çik shurrën këtu. Po siç folëm herën e fundit që vagina plago do të qenë se s'është perfekte, që të lëshon shurrën me një vend perfekt, po ashtu si se thamë herën e fundit, në moment që diskutojmë. Po që ta ajo shoqja aty që jashtë, mos e shikoj pjesën si për shkollaj me boshurën. Po. Edhe pra nuk është asgjë e thjeshtë, të them, apo jo. Jo, ndosëm atë, volosëm që nuk është e thjeshtë. Që po, mezi pres që ta nxjerrim këtë episod që të marrim se komente. Jo duhet marrim se komente vetëm për çfarë ky profeti, ky. Edhe me kështu qiroj profeti. Më gjykoni më shumë se ç'mendoni. Nëse çfarë doja të thoja plago është që kisha edhe një fakt të po, pse është interesant, vërtet. Po, shumë bukur. Ofendimi më i madh që ka ndier Dalina Buzi, ti? Shka, unë mu të them që thyrja më e madhe që unë kam ndier në jetën time është kur jam pushuar nga puna për herë të parë, kam qenë 21 vjeç. Dhe që e meritoja. Ishte shumë dhe që doja të ikja nga puna isha përgatitur, kështu normalisht ti do të mësonte. Por a di që unë jam pushuar, jam ndier shumë e ulët dhe e vogël. Dhe nuk jam ndier kështu as kur më kanë trastuar. Kam dëgjuar thashë theme për veten, kot. Mua as që më thuash mua për shkakun atë fjalën e përdale kështu, unë qesh, ai s'ma ndjen fare. Të më thuash të e shumtuar, them, okay, varja, më rësitëm 2 sekonda, po të më thuash nuk e di. Çdo gjë tjetër, mund thuash e pisa njose, mund thuash thashë theme gjie, po të më thuash mua që kjo është e paftë. Çka unë mund të them që e kishe ke paftësia.
Se e kuptoja me thënë drejtën. Ti jemi sinqer, nuk e kuptoja vërtet se ku e kishte fakti që ishte pushuar nga puna. Kishte këtë aftësia pra. Një fjalë e moshme, që se do të shash dikat tuaj pa punë. Unë le isha përgatitur, po se dia që kishte pa aftësia në fund. Nëse ka thënë ai nuk e ha për punën. Edhe ka likuidu. Edhe se ka ngel mendja shkëtë të gjithë. Po ti, kur je ndjer më shumë i ofenduar? Ty të bën përshtypje plakun se do të ishin në punë dhe do thonë je pa aftë për këtë punë? Jo, shiko, realisht plakun unë nuk është se s'm ka thënë që je pa aftë. Se shefi edhe ta thot. Kush është i martuar e dëgjon për ditë, Po, jo, edhe atë, po kam pas ditë plakun që shefi të ngren në kupqellet edhe ka pas ditë që thonë ti zgjidh apo shpunën. Po, drejt. Pasi ti kupton që shefi është thjesht me ato gjithkohë se të thotë qira më. Në do ritme me këtë plak. Edhe në një moment që ti e di që je shumë i afërt punën që bën, nuk është se ke nevojë për konfirmime dikush që as nuk e di se çfarë punë bën ti. Ke shkurt modest. Me thon drejtën, nuk i marr shumë afër zemrës këto gjëra që më thon pronarët e një biznesi. Pronari i një biznesi plau që ti e punësuar, kërkon që ti të bësh maksimumin dhe ndoshta pa u paguar do të dhënë shpirtin në punë, por unë kam një këndvështrim tjetër, kështu që nëse më quajnë të paaft për atë punë, nuk është se vras shumë mendin se nuk bazohem aty tek sidomos kur je në një ndarje të secili shef rrugën e tij, që ai mund të thotë një relaf më tepër, nuk i marr fare afër zemrës. Se më çuditë Darina që ka marr afër zemrës. Apo? Jo, po ka qenë vogël, ishte 1 vjeç. S'ka rëndësi, 21 vjeç nuk je vogël, je bolli trajtuam shqiptarë deri 30 vjeç si fëmijë, nuk janë vjegjë. 21 vjeç nuk je vogël, por më tepër që tha isha gati, që po e dija që do isha nga puna, se isha përgatitur. Pra domethënë është shumë normale të fillosh një punë dhe mos të përshtatesh, mos të jesh për atë punë. Nuk është nuk ka nuk është një tragjedi e madhe. Të ikësh e të ndrosh edhe 10 puna për shqiptarët herë, nuk jam të mësuar që ndrojnë punat ashtu. Se nuk është se kanë atë mundësi dhe për ne majnë me thonjë të punë shket. Sido që të jetë njeriu, mendimin tim nuk duhet se të shesi kështu, të lidhi këto gjëra shumë personale me veten e tij. It's okay. Po tash, kjo është e thjesht më gjithë plagu. Je 21 vjeç, që je vogël, edhe nëse të zdi punën, ai personi që është shefi jot, ka dyfishin e eksperiencës së në jetë. Jo më fal, çfarë dyfishin? Ti nuk është se ke aq eksperiencë në jetë. Ti ke 5 vite eksperiencë, je 21 vjeç. Kështu që ai plagu ka 25 vjet eksperiencë. Po. Okej, kështu që të trajtoni çik mirë sepse ti sa ke filluar jetën, nuk të flet fjalë të fundit edhe nëse ti je pa aftë. Edhe kujdeset plagu që ti të sfida radhës të kesh pak më shumë vetbesim. Po, pastaj çfarë fiton një pronar plagu që të bën, për shembull, nëse unë isha pronar një biznesi do isha dikë nga puna, nuk kam pse i bëj atij moral apo e kuptoj ti tregoj që ti je i paaftë apo ti s'do bësh hajër apo ku di këto budalliqet. E kuptoj që në herë mund të jesh nervikosur sepse ajo nuk e bën punën sakt apo ose ndoshta ka abuzuar me vendin e punës, siç ndodh shpesh. Po kjo është për mendimin tim një person që hapi biznes do ta marrë parasysh që çdo punëtor mundohet në një farë mënyrë apo në një tjetër të paguhet falas atë plagë, kupton? Për shembull, jam i bindur që çdo punëtor kërkon plagë sa më shumë, për shembull kur kam qenë në ri, pija cigare plagë dhe këto ishin ato si thosh pushimet që bëja unë nga cigare. Tani po ti llogarisësh, janë shumë pushime apo jo? Ose po dal pi cigare, po dal pi cigare, po ti dilja mira me Terezi, pi cigare, rin celular, fol me dikë. E kupton? Kthehesh pastaj, pra aty je duke paguar, duke mos bërë atë që me demek paguash. Nga ana tjetër shkon në banjë e merr me Terezi, se do shkon në banjë dish ose bësh urrë me shpejtësi. Po priti bëj shpejt sepse më pret puna. Do vash me Terezi, po tak. Po, ose do të thot punëdhënësi e ikna bli kafe atje ose mund t'i çosh pak këto ajo gjë atje do e marrësh me Terezi, do shkosh me vrap. S'ke pse të shkosh me vrap funditës ka 8 orë që duhet djegësh, e kupton? Kështu që këto nuk janë, do të thënë nuk mund t'i vëmë as faj punëtorit në këtë aspekt. Apo kur s'është bosi vërdall, punëtorët gjeni momente marrin çik me Terezi atë drekën. Kanë gjysë ore për shembull rrin 45 minuta. Ndoshta 1 orë me vesh. Ore rrin edhe tuk e unë plaka, njësoj jam me cigaren, të më betësh. Nuk është se ndalojnë, se nuk e ndalojnë dot. Po, çfarë bëjnë plako që i shtrydhen pak më shumë gjatë kohës që fillon puna. Edhe kaq. Po, sepse ideja është që puna duhet bërë, sipas bosit dhe sipas bytha bosit, bosi do plako, këto do marrohen sot edhe kaq. E kupton? Derisa një ditë thot bosi mirë që ato statistika ku jemi me kompaninë tonë. Edhe do të që këto
pas kam pas fare rendiment. Çfarë bën këta gjithë ditën? Këto pin cigare, thot një beqir që është aty. Po. Çfarë the? Edhe? Cigare, punën që unë paguaj këto sa po, drejt. Kështu ndodh. Pastaj ngushtohet i çik, pastaj lirohet prapë pas 6 muajsh, edhe kështu shkon i papet. Si tip anusi, e kupton që e lirohet. Po, tamam si tip anusi. Si tip spanusi. Tip spanusi. Oh, 100 milion spanusi nga dalë fjalë. Shikon ti spanohet anusi. Spanusi. Nëse e vërteta është lago që e kemi diskutuar më duket këtë. Ne kemi folur, po nuk është momenti tani. Më shkoj çik si gjatë, po. Ku shkoj gjatë podcast, ka shku fare gjatë, ka shku maksimumi. Një orë. Nëse e mbyllim podcastin, ju duam shumë, jeni shumë të mirë. Faleminderit për mbështetjen që bëni në Patreon. Atje ku ka vërtet shumë rëndësi, po dhe ju që s'keni mundësi të na mbështetni në Patreon, megjithëse ne dua këshilloni vërtet që të hidhni një sy Patreoni sepse ka podcaste pafundshme nga fillimi i gjeneza e këtij podcasti, ka podcaste ekskluzive, ka pothuajse ku dijon perlat më të mëdha të podcasterisë shqiptare. Po. Dhe plus tema shumë interesante që ndoshta kemi thënë që në një moment do i rikthehemi sërish, por që nuk e kemi bërë akoma. Kështu që jeni akoma në kohë të dëgjoni se çfarë mendonim dikur, për të parë se çfarë do mendojmë nesër. Nëse mos harro ta shpërndash podcastin ke miqtë tuaj, na bësh like, subscribe, rate në Spotify edhe të na ndjekësh në Instagram. Vetëm 5 fytyrë aty. Po, edhe subscribe në YouTube. Puç kolo puç, ikim. Shifemi Lucifer. Qëndro larg të lashave. Larg të lashave, Lucifer. Të lashave. Ciao.